unë nuk e di, a jam të jetu në Kosovën e lirë çlirume, a jam ende në Serbi. Unë do të krahasoj Donika Kërvalla me Ministrin Punëve të Jashtme të Serbisë të asaj kohës 1982, 83, 84. Mos është e rëndë kjo, zoti Zaile. Është e rëndë, po janë dokumentet, janë faktet. E bija e herojit Kosovës, Jusuf Kërvalla. Është e bija e herojit Kosovës, po në Jusuf Kërvallën kam pas shokun, me Jusuf Kërvallën kam nejtu, me Jusuf Kërvallën kam qenë edhe në Frankfurt demonstrata, Jusuf Kërvalla letën e parë që ka dalë, më ka shurmua. Unë Jusuf Kërvallën e kam njohur dhe kemi vepruar bashkë me Jusuf Kërvallën. Kjo është bija tina, s'ka lidhe që është ajo, nuk ka rëndësi ajo, mirë po vite krahasimi, se në vitin 1982, unë kam përgatit një pjesë teatrale, dhe Jugoslavia asaj kohës, Ministri Punëve të Jashtme të asaj kohës, i ka shkruar letër Ministrit të Jashtëm Punës Belgjikës, i ka shkruar Ministrit Kulturës Belgjikës, që Reshat Saitaj t'i ndalohet shfaqja, për shkak se unë e kam bërë një vjetori i demonstratave të ishin demonstratat, të dytëm në kam bërë shfaqjen teatrale, pjesën teatrale, e cila pjesë teatrale është bërë për një vjetorin i demonstratës të NIT-ës. Edhe pas në atë kohë për shkrujti dhe gazeta qendrore e Lesoar që quhet, në gazetë qendrore shkruante pse po bëhet shfaqja në një vjetorin e demonstratave dhe se Reshat Saitaj nuk është objektiv për demonstratat të NIT-ës, sepse nuk kam vdek që ka sa unë kam deklaruar në gazetë, por kam vdek 11. Edhe, në atë kohë ambasadori Jugoslavisë, Ministri Punëve të Jashtme të Jugosllavisë i ka shkruar letër ambasadës të ndalohet. Sot Donika Kërvalla në Kosovën e lirë, kjo unë është e pamundur, e njëjta letër vetëm e nënshkruan nga Donika Kërvalla, është e njëjta. I kam unë 5-6 letra, të cilat në atë kohë mi ka dhënë Ministria e Kulturës, njëjtat letra sot ma pengojnë aktivitetin tim kulturor, dikur e ka penguar Jugoslavia, sot e pengon Donika Kërvalla. Kjo është absurde. Kjo unë nuk e di, a jam të jetu në Kosovën e lirë çlirume, a jam ende në Serbi. Sepse aktiviteti im po ndalohet. Imagjino që ka do thonë, tash kur ishëm Paris në promovim, ishte gazetarja më e njohur, e cila shkruan për diplomacinë botërore, e ka, Donikës i shkon ajo, ashtu deshti Donikës i shkon, ajo revistë kulturore i shkon, se gjithë ambasadat në botë i shkon. Domthon, ajo ishte prezent, ajo del fotografi me mua, ajo ka ardhur nga Norvegjia, special më taku mu, special me marrë limitim, special me folë për Kosovën. E Donika Kërvalla ta pengon një aktivitet tillë. Unë s'po tham, s'është e rënda të shka po tham, unë po tham vetëm realitetin për të rregoj.